Banorët e revoltuar të rrugës Arsim Bega që janë këtu prapa nesh, protestuan sot edhe para komunës, me cilat ata kërkojnë përmirësimin e kësaj gjendje apo të rrugës gjithsesi, e cila shpihen deri në pjesën kryesore ku nxënësit shkojnë për shkollë. Ndërkaq, për nxënësit e vetmja rrugë është kjo copë betoni kur bie shi dhe kur rruga mbushet me ujë. Ky banor i rrugës Arsim Bega detyrohet të ecën nëpër sipërfaqen e murit kufizues të lumit, edhe pse rruga është e gjerë më shumë se 5 metra. Gjatë të rreshurave të dendura kjo rrugë është dëmtuar dukshëm, andaj banorët e shfrytëzojnë murin kufizues të lumit për të arritur deri në pjesën tjetër ku është rrugë e asfaltuar. Të revoltuar për këtë shkak, banorët e kësaj pjese të qytetit të Ferizajt protestuan para komunës dhe më pas i amësyen edhe drejtorisë së infrastrukturës. Ata kërkonin shpjegime se pse nuk përmirësohej gjendja e kësaj rruge. Një nga organizatorët e protestës thot se për këtë gjendje janë ankuar me 10 herë në organet komunale edhe tek vetë kreu i komunës, mirë po as pas një peticioni të shkruar asgjë nuk ka ndryshuar. Ne kemi kërkuar shumë herë nga komuna, kemi bërë kërkesa prej më të ndryshme, por sidomos javën para 5 dite kemi qu peticionin e gjithë lagjës, na kanë thënë se do dalin ta inspektojnë rrugën, mirë po kanë dalë mas llavica aty që i thojmë edhe kanë hudhur një kamion 2 edhe s'është bërë kur gjë, domon rruga është muna me ta dokumentu edhe me pamje është e tmerrshme. Ja dokumentoj me një foto që mundet edhe fëmija kalojnë edhe hecin na për këtë beton që është 20 cm, ja shikon e lumen si në çfarë niveli është, po të bjen një fëmijë, këtë lumë çfarë do të ndodh? Do të ndodh një tragjedi, muna me thonë. Pas takimit me qytetarët, drejtori komunal për infrastrukturë premtoi se brenda javës ajo pjesë e rrugës do të shtrohet me zhavar. Gjatë bisedës që premtova që brenda javës do të mund përmes kompanisë që e ka të nderin për mirëmbajtje të rrugës me zhavar, mund me qitë zhavar. Unë e di që jo vetëm rruga Arsim Bega, por gjitha rrugët cilat janë me zhavar nuk janë më një gjendje të mirë, duke i pas parasysh edhe treshërat cilat kanë bërë këtë vetë, kështu që gjitha rrugët që janë shtruar nuk janë të asfaltuar thjeshta, janë me një gjendje të vështirë. Mesin e tyre është edhe rruga Arsim Bega. Ne faktikisht gjatë javës kalume në një pjesë të rrugës Arsim Bega ku veç ka pas thjesht ngjeshja e kanalit ku ka pas rrahje tokës, ne veç kemi intervenuar më herë dhe atë pjesë e kanë përmirësuar. Mirë po banorët nuk i besojnë këtyre premtimeve pasi këto i kishin dëgjuar edhe më herët, derisa thonë se rruga nuk mund të rregullohet vetëm me dhej. Po i thjesht me thonë përgjigje boshe. Me dha një premtim që dhe të nërmosa me një zhavar, më tepër jo. Premtimet jo, premtimi i drejtorit, po premtimit kërkujt nuk i besojmë. Jo, këta marrë guximin me fola në emër të popullit që premtimet janë gjitha boshe. Askujt nuk i besohet, ne do i punë konkrete. Nërso për pyetjen e dytë, zhavori në punë zgjedhje e përhershme, në punë zgjedhje e përkohshme, edhe shumë afashkurt. Po ne shprehëm drejtorit aty që ne kërkojmë si preventiv një herë me zhavar, pastaj kërkojmë si për gjithë qytetarët tjerë, asfaltin edhe rregullimin e infrastrukturës. Banorët paralajmëruan se nëse kjo rrugë nuk rregullohet ashtu si duan, ata do t'i radikalizojnë protestat, nisur edhe nga frika për fëmijët e tyre që çdo ditë e kalojnë këtë rrugë për në shkollë.